Gjirimi mandej, unë e kuptoj që aty e kom pa me sytë e me, që ka do me thonë që në historinë tonë kena pas që si aksione ku e kam faru një katon në gjenocidet vogla që jo bo ka pak në 100 vjetë e fundit edhe para luftës së parë botnore, po s'kanë qenë gjirume. Efekti i gjirimit mandej ka ndiku qashtu që kur ka dalë në BBC, përveç mobilizimit të opinionit ndërkombëtar, unë takojsha në teren, të që kësë ndrenis për asaj dite, djemë cilët i këshin qenë të punu, njoni për shemë Shkupi, ka qenë kamarier në Amsterdam, Feridi, i këshin lënë krejt, kër e ka pas gjirimin, ka thonë nëse Adem Jashari, me familjet vetë, i gatshëm me sakrifiku që të bone në Amsterdam të punu këto në kafiq, i ka lënë krejt, ka hypë në aeroplan, ju ka bashkan gjitë UÇK-s. Neve na fascinojshin me vonin që takojshim që si njerë që dishin holandisht, gjermanisht, anglisht, në mes të malit, s'dishim që po na ndodhë që po foljen qështu angli kur na nalshin. Këta thanë, po na pri që i kena pa që gjirim, s'dishin me kënjën të folë, veç që të ishim vonit, po që i gjirim ka mobilizumu.